Festat e fundvitit kanë shkaktuar trafik të rënduar në Elbasan. Situata paraqitet problematike thuajse në çdo hyrje, dalje apo rrugë të Elbasanit. Problematika nis në aksin rrugor Tiranë-Elbasan, veçanërisht në rreth rrotullimin e Bradasheshit, ku 10 makina qëndrojnë të bllokuara në radhë. Trafiku ka qenë i ngarkuar edhe në fshatin Mengël në aksin Librazh-Elbasan, dhe kjo situatë është bërë e zakonshme për Elbasanin gjatë këtyre ditëve për shkak të kthimit të emigrantëve për festa, po ka shqetësuese paraqitet gjendja edhe në Unazën Jugore. Kryqëzimi i Cerikut vjen konsiderohet makthi i Elbasanit. Fakti që të gjithë duan të shkojnë në Korçë e ka rënduar këtë arterje të rëndësishme, duke sjell kaos për ata që vijnë nga Ceriku, Gramshi, Belshi e tjerë, ku as ndërhyrja e policisë rrugore nuk i jep dot zgjidhje kaosit. Trafiku shndrohet në shqetësim serioz nga Unaza Jugore dhe vijon deri në lagjen e njohur si Çamët, ndërsa në ditë të veçanta shtrihet deri në fshatin Mjekës. Mungesa e një bypassi për Elbasanin ka rënduar më tej gjendjen. Policia ka shtuar patrullat në terren për të menaxhuar qarkullimin e automjeteve, por situata sërish mbetet e ngarkuar.